Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë në videon e radhës. Prap lëvizja vendosje PDK, LDK. Ku me sapo doket ka marrë fund gjithçka. As LDK-ja, as PDK-ja nuk po dojnë me bashkëpunu me Albin Kurtin. Mirë po këtë mas mirë për shpjegon Albin Kurti. Edhe po i shpjegon ofertat që ja ka dhonë PDK-s edhe LDK-s. Shkojmë të dëgjojmë vetëm mi që të diskutojmë së bashku. Vendosje me partnerët e saj i ka 57 deputet. 57 deputet. Si mazhorancë jemi me 66 deputet. Natyrisht që... Veç që kjo me të dashër, veç që kjo u duft me kuptu opozita që s'kan ku shkojnë, s'kan që ka me bo. Sepse populli pedon Albin Kurtin. Populli ja ka dhonë votat Albin Kurtit. Jo opozitës. Opozitës ja ka dhonë që ja ka dhonë. Kështu që shkojnë amiq. Pranimi i rezultatit nuk kupton që PDK-ja ta kuptoj që janë 22 deputet, janë 1/3 e mazhorancës. Dhe duhet ta mirë kuptoni edhe pozitën time të vështirë, sepse lëvizja vetëvendosje ka arritur 51.1% të votës popullore dhe që shmendori është mos me kjo është një rezultati parë. Prandaj edhe unë me konë opozit isha tut me shku në zgjedhje. 51.1% ka dhënë populli edhe prap po çoni plën. Bravo e kuft. Shkojnë amiq. Vitin 2026 do duhet të sillemi në përputhje me këtë rezultat. Unë i kam ofruar kryetarit PDK-s. Miq të dashur, ngone vitin deri në fund, sepse në fund e shpjegon Albin Kurti mas mirë të lutëm ofertën e PDK-s. Okej? Shkojna. Bedri Hamza që të bëhet një rokad ndërmjet kryetares aktuale që është ushtruesi i detyrës presidentit Albulena Agjiu dhe nën kryetarit PDK-s që në këtë rast është Vlora Qitoku. Pra, qa dojnë ma shumë, PDK-ja le ta bën a pi kuptoni jam si dashur ajo? Bedri Hamzën, kryetar të kuvendit, ose Vlora Qitokun. Albulena Agjiu bëhet nën kryetare e kuvendit edhe vazhdon tutje. Edhe besoni që kjo nuk është pak. Po çfarë po ke bërë? Albulena Agjiu ka më shumë vota se Bedri Hamza. Shumë. Dhe Albulena Agjiu ka gati 4 fish më shumë vota se Vlora Qitoku. Pra kjo është një koncesion i madh që e bëjmë ne, që Albulena Agjiu t'ja liroj vendin Bedri Hamzës. Miq të dashur, unë kam një pyetje për juve. A nuk është kjo çmendori? Mos e pranu këtë ofertë. Këtë ofertë që ja ka bëu Albin Kurti, që kurrë për jetë, PDK-ja, AK-ja, LDK-ja nuk jashin bërë këtë ofertë Albin Kurtit. Po thëmë pe hiqë e AK-n, sepse vetëm po bëhet fjalë për PDK edhe LDK. Kur njët nuk jashin dhënë këtë ofertë, qysh Albin Kurti ja ka dhënë këtë ofertë. Me këto vota që i kanë. 4 veta në vetëvendosje kanë më shumë vota se Bedri Hamza. Përveç meje, Konjusa, Albulena Agjiu edhe Hekuran Murati ka më shumë vota se sa Bedri Hamza. Ndërkaq, nëse e krahasoni me LDK-n, 10 veta në vetëvendosje janë më të votuar se sa kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku. Për shembull, a e dini që Ejup Maqedonci, që ka qenë me numër 16 në listën e vetëvendosjes, ka më shumë vota se Lumir Abdixhiku. 10 veta në vetëvendosje. Çka do Lumir Abdixhiku miq të dashur? Ha, çka do ai? Me gjithë të vota që i ka, lëvizja vetëvendosje, shkojmë. Nëse bëhen bashkë grupi parlamentar i vetëvendosjes dhe grupi parlamentar i LDK-s, kryetari i LDK-s është 11 me vota. Pra, duhet të respektojmë rezultatin zgjedhor. Nuk mundemi ta shkelim vullnetin e popullit. Nuk po them që opozita është e parancishme. Nëse e shkel Albin Kurti vullnetin e popullit, besoj po ta jap kimera poshtë, po të garantoj. Ti e di shumë mirë kur merr vendim diaspora. Vetë për para, më shope se të jenë rrugë të Zotit. Kundrazi, kam bërë ofertë gjeneroze. Kryetari i LDK-s mund të bëhet zëvendës kryeministër, zëvendësi imi, dhe përveç se t'jetë zëvendësi imi, njëkohësisht jetë edhe ministri i punëve të jashtme,
pra t'i kenë 4 ministri Go. edhe të jetë zëvendëskryeministër Edhe të jetë zëvendëskryeministër. dhe jo vetëm kaq, ose ta ketë versionin tjetër, nëse nuk i pëlqen të bashkëqeverisë, ta bëjmë rokadën ku Lëmir Abdixhiku ose dikush tjetër i LDK-s bëhet kryetar kuvendi. Besoni, Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është antare e partive popullore. Goni mirë. Nëse kryetari i LDK-s i pyet Partitë Popullore Evropiane Goni. dhe ju thot kryeministri Albin Kurti, që i ka 66 deputet mazhëroncë, mu që i kam 15 deputet, ma ka ofru zëvendëskryeministrin edhe 4 ministria dhe kam thënë jo, unë jam i bindun që ata s'do ta mirëpresin. Patjetër. Le ta pyes kancelarin Merz, Në le ta përve- pyes në kancelarin persone- Stoker, le ta pyes Donald Tusk. Krejt që janë në IPP, le t'i pyes kryetari Abdixhiku, edhe le t'ju thot a duhet ta pranoj këtë ofertë televizjes vetëvendosje. Le t'i pyes miqtë vetë evropian, mos le të më pyes mua. Me të vërtet, me që dashur, kjo është çmenduri. Për sytë ballit, kjo është çmenduri. Kjo është zoti are boft. Ose kryetari i PDK-s Bedri Hamza. Goni mirë. Le ta pyes kryetari i PDK-s Bedri Hamza Renew Europe, se është familja evropiane ku merr pjesë PDK-ja. Le t'i pyes ato dhe le t'i thot, a duhet ta pranoj pozitën e kryetarit të kuvendit? Do t'i thonë po, se është 1/3 e mazhëroncës. A Bravo. dini për shembull që unë i kam thënë kryetarit të LDK-s Lëmir Abdixhikut, eja lirish në vend të Glaukut. Edhe hecim përpara. A Glauku ka gati 4 fish më shumë vota se Lëmir Abdixhiku. Pra proporcione janë drastike. Shumë. Oferta jonë është shumë gjeneroze. Patjetër kryeministri. Por nuk janë të interesuar që të zhbllokojnë. Po sillen thosë është viti 2025, kur e mbani mend me ato seanca nuk votoi Albulin Haxhiu. Ka kalu viti 2025, është viti 2026. Bravo. Lidhja Demokratike e Kosovës e Partia Demokratike e Kosovës i refuzuan këtë ofertë që po i ripërsërit në sot. Po si është e mundshme? Çfarë gazetari s'pe thëm kur fara emni, çfarë ignorante. 100% me koni klan servis. S'pidojnë ta këto, po pëdojnë këto. Ti angohë që ata kryeministri. Ose që pjetë gazetar. A ndëgjohë që ata jo. Ti refuzuar. Për shembull Abdixhiku tha që njerëzit kanë takim me fol vetëm për presidentin, nuk i dha me fol. E kush është Abdixhiku këtu? Me 13 vota, 15 vota sa e ka. Për marrëveshje të tjera politike. Jo, neve na u ka thënë paraprakisht Gota, që ne nuk mund të bashkëqeverisin, sepse ju nuk mund t'i keni të 3 pozitat. E po nëse s'mund t'i kemi 3 pozitat, ja po i kemi vetëm 2. Plus që presidenti kur zgjedhet s'mund me qenë anëtar i partisë. Pra, nëse do ta kishin kryetarin e kuvendit, nuk do t'i kishin 3 pozitat. Edhe mos harroni, me datën 3 shkurt të vitit 2020, Digitron. kryetari i kuvendit Glauku Njufse ja ka liruar vendin. Go gazetari, Jo, i shitëm. e kemi bërë edhe më herët rokadën. Patjetër. Lëvizja vetëvendosje tashmë e ka bërë rokadën në shkurtën e vitit 2020 me LDK-n, duke ia dhënë pozitën Apo jo gazetari i Është shitëm. rëndësishme pozita e presidentit këtu. Pse nuk po i mbani për shembull kryeministrin edhe kryeparlamentarin? Ama veç pak, çka të bëjmë me rezultatin zgjedhor që më kanë dhënë 51.1%. Për kryeministrin ka Po qenë. jo, Gjaku. Këta nuk pëdojnë kryeministrit, as po interesojnë çka ka thënë populli. Këta po interesojnë çka po dojnë vetë. Këta gazetarët e atyre të qitërve, atë Gjak Pirsat. Tonë, mos mi dhom dikujt, ata nuk i kanë votat as me ambient në shkrimet një kandidati. Lutem, as me shku në banje. 22 deputet PDK-s nuk mi aftojnë për me apliku. Veç pak keni apliku për punjë në herë. Prandani kur si ki dokumentat. Opa, ta futi. Si ki dokumentat as me apliku. Po ju keni thënë që Ta na kemi futi. jo për president, për kryeministrin. Veç Ta një moment, futi ja, gazetar. ma ti po thu. Se s'e gazetar ti. Populli o vëlla. Në gjatë një Po kandidat. qysh Ta mi futi. adhonë se ka thonë populli. Bravo A kupton? kryeministër. Nuk, demokracia nuk kupton vullnetin e popullit në epicentër. Ju pazorin. Bravo. Unë jam super gjeneroz. Duhet t'i pyesni ata, ç'është është e mundshme që me këta numra të ulët që i kanë, i bëjnë këto refuzime gjeneroze. Bravo. Aty keni problemin. Faleminderit. A njëve gazetar, naskuc. Kur nuk din me bo pyetje, mos bo pyetje. Ose mos ano, që te i kuptohet shumë mirë ata kryeministri. Pe fillimi deri në mbarim. E ti po shkon me atë pyetje banale. Mi që dashur, kjo ishte vetja për sot, mirë pashë vetë radhës. Zoti i rujt aty ku jeni.